Gjykata themelore në Prishtinë ka dhënë dritën e gjelbër aktakuzës së parë të prokurorisë speciale për veprën penale spionazh. Në aktvendimin e nxjerrë më 30 prill, themelorja ka konstatuar se ekziston dyshimi i bazuar mirë se Bedri Shabani dhe Muharram Qerimi kanë bërë spionazh si pjesë e Agjencisë për Inteligjencë të Sigurisë së Serbisë BIA. Avokati i Qerimit Betim Shalja ka pretenduar se nuk mund të akuzohet për spionazh i pandehuri që nuk ka dhënë informata të klasifikuara, por gjykata ka konstatuar se në këtë fazë është valid vlerësimi i prokurorisë. Gjykata u bazua tek një nën i kodit penal që nuk e specifikon se a duhet apo s'duhet të jenë të klasifikuara të dhënat që një person ja çon shërbimit të huaj. Sa i përket mbledhjes së informatave nga provat e cekura më lart, por edhe të tjerat të bashkangjitura aktakuzës, shihet se i njëjti ka mbledhur informacione për çështjet e rëndësisë shtetërore, e po ashtu edhe për personat që mbajnë pozita publike, e që pastaj ka dyshim të bazuar mirë se këto i ka bartur te zyrtarët e BIA-s. Prandaj, edhe rrjedhimisht ka dyshim të bazuar mirë se veprimet e të akuzuarit Muharrem janë plotësuar me këto elemente. Edhe në raport me Bedri Shabanin, gjykata ka konstatuar se ekziston dyshimi i bazuar mirë se i ka dërguar informata me peshë shtetërore BIA-s serbe. Mbrojtja e Shabanit ka pretenduar se shkresat e prokurorisë nuk e vërtetojnë se Srdjan Rosiqi, me të cilin pretendohet se ka komunikuar Shabani, është zyrtar i BIA-s, por gjykata beson se ai është pjesë e BIA-s. Tutje në raport me materialin për deklasifikim nga AKI, ku mbrojtja pretendon se kjo përbën provë thelbësisht të papërdorshme. Sipas nenit 19, paragrafit 1.30 të kodit të procedurës penale, me arsyetimin se nuk ka asnjë provë që e vërteton faktin se Srdjan Rosiqi ka qenë pjesë e shërbimit të fshetë serb, gjykata vlerëson se nga provat e cekura më lart, por edhe ato të bashkangjitura në aktakuzë, ka dyshim të bazuar mirë se Srdjan Rosiqi është pjesëtar i BIA-s serbe. Sa do të vërtetohet kjo, mbetet të vlerësohet vetëm pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor. Pretendimet e prokurorisë janë se përveç Rosiqit, Shabani pati kontakt edhe me një zyrtar tjetër të BIA-s, Bogo Ljubjaničević, që kishte rol udhëheqës në masakrën e Reçakut si pjesëtar i forcave policore serbe. Mbrojtësi i Shabanit Besnik Berisha ka thënë se klienti i tij është përgjuar kundërligjshëm, mirë po shkalla e parë ka vlerësuar se prokuroria speciale i ka siguruar provat në përputhje me ligjin dhe vlerësimi i tyre i mëtejm duhet të bëhet në shqyrtim gjyqësor. Gjykata i ka këshilluar palët për ankesë brenda 10 ditësh kundër aktvendimit. Krahas Muharrem Qerimit dhe Bedri Shabanit, të dyshuar nga prokuroria speciale si spion të Serbisë, e që janë në paraburgim janë edhe 3 të dyshuar të tjerë.